Më 5 maj të këtij viti, filatelia shqiptare mbush 99 vjet dhe ashtu si shteti shqiptar nis rrugën e 100 vjetorit, pra të një shekulli që nga themelimi i saj. Jo pa qëllim bëm këtë renditje të fjalive. Ashtu siç duket, filatelia shqiptare është e lidhur ngushtësisht me historinë e vendit. Në fakt, gjurmët e filatelisë nisin që nga rilindja me Sami Frashrin e Thimi Mitkon, por zyrtarisht filatelia ka nisur pak muaj pas shpalljes së pavarësisë dhe padyshim babai i kësaj veprimtarie është Lef Nosi, ministri i parë i Post Telegrafës. Ishte ai që me pullën në formë vule hodhi bazat e para të filatelisë në mirëfillt shqiptare. Pra thuajse 100 vjet më vonë, filatelia jo vetëm mbijetoi gjatë trazirave të viteve, por u forcua e u trashëgua, duke mbetur origjinale gjatë gjithë periudhave më të vështira që kaloi historia e Shqipërisë. Sot filatelistët shqiptar janë të konsoliduar e të organizuar duke krijuar një rrjet të mirëfillt bashkëpunimi e duke përfaqësuar shumë shpesh Shqipërinë jashtë vendit. Madje ata thonë se filatelia shqiptare prezantohet vetëm me filatelistë koleksionistë që jetojnë brenda Shqipërisë zyrtare politike, pasi në Kosovë, Maqedoni e diaspor, thuajse nuk ka as pak që e lëvrojnë këtë fushë. Nikola Xharo është një prej tyre. Ai nuk nguron asnjëherë të zbuloj koleksionin e tij të pullave, një nga më të mirët në vend, por tregon me shumë pasion edhe për historinë e pullës shqiptare. Fillimisht u emetuan 232 zarfa me një pull që quhet pull, sepse ishte një vull e bërë metalike dhe vulloseshin me dorë zarfat e ndryshëm. Ky është edhe hapi i parë i filatelisë shqiptare. Qeveria e Ismail Qemalit dhe Lef Nosi, i cili ishte ministri i postave dhe i postave të asaj kohe dhe telefonave, post-telefonave, emetovi dhe një seri. Mblodhen gjithë pullat turke dhe u mbishtyp, u sursazhuar në gjuhën filatelike, një shqiponjë me 2 koka dhe shkojtur poshtë Shqipnia. Kjo është seria më me vlerë, më e rrallë e filatelisë shqiptare. Xharo argumenton se pse filatelia shqiptare është sot ndër më të vlerësuarat jashtë kufive në përfaqësimet më të rëndësishme ndërkombëtare. Edhe për këtë, merita kryesore sipas tij i takon Lef Nosit. Duke qenë një filatelist, flas për Lef Nosin, dhe duke qenë një punonjës i postave të perendorisë osmane, ishte ndërthurë më perfekt dhe e ka bërë variante nga më të ndryshme, që nuk i ka asnjë filateli tjetër. Këto gjëra i bëri vetëm Lef Nosi dhe kjo është merita e tij që sot në rangun botror filatelia është shqiptare, është e kotuar, domethënë ka vlerë në katalogjet botrore. Por zhvillimi i filatelisë nuk ka qenë i lehtë për ata që e kanë sjellë filatelin deri këtu. Periudha e mbretërisë, luftës dhe diktatura kanë qenë periudhat jo të favorshme, por sot gjithçka ka ndryshuar me përdorimin e internetit. Edhe vitet e para të demokracisë shkaktuan një farë frenimi në krijimin e filatelistëve shqiptar, madje të dhëna nga posta flasin për një rënje deri në 40%. Pullat e para kuptohet kanë qenë më të vështira, sepse po të shikosh edhe në studimet dhe në historitë që janë treguar për atë kohë, shumë nga tregtarët më të mëdhenj evropian kanë qenë në Shqipëri që erdhën blen pullat e asaj kohe. Kanë qenë jashtë vendit. Periudha e kuptohet, periudha e zogut deri në vitin 90 ishte shumë e vështirë për t'u gjetur, sepse edhe ata që kishin i mbanin fshehura. Mbas 90-s dhe sidomos mbas 5 viteve të fundit, kur u krijua mundësia e shitblerjes në internet, në eBay, nëpërmjet kompjuterit mund të blesh dhe të shesësh. Atëherë kuptohet, atje shesin nga gjithë bota dhe njeriu kërkon atë që do dhe i kompleton koleksionet në këtë mënyrë. Po të krahasosh, domethënë me vitet para, me periudhën para viteve 2000 mund të jetë një në aspektin statistikor një rënje rreth 40%. Ndërsa po të nisesh nga 2005, pulla e vitit 2005 nuk u prodhu në kohë dhe u prodhua vitin tjetër, normalisht u prodhuan 2 vite bashk dhe kjo krijoi një shkëputje sepse klienti filatelik ndërkombëtar, nuk flasim edhe vetëm për filatelistët shqiptar, filatelistët brëm, e kanë të lidhur me vetë procesi
i këtij produkti është i lidhur dhe me afatet, me kohën e prodhimit të pullave normalisht që prodhohen brenda vitit. Dhe po të krahasojmë në 2006-ën, sot 2012-ën ka filluar rritja, domethënë 15 deri 20% u rifitua ajo pjesë e humbur e tregut të filatelisë. Gjatë viteve të diktaturës, mbledhja dhe koleksionimi, madje edhe ndërrimi i pullave, ishte një argëtim që kishte hyrë gjërësisht tek fëmijët, të rinjt, madje edhe tek të rriturit. Loja e pullave dhe mundësia për të fituar të tjera, duke lënë kryesisht fatin të vendoste kokapil, ishte po aq popullore mes brezit të lindurve në vitet 70, saqë thuajse në çdo shtëpi kishte një person që koleksiononte apo kujdesej për pasurimin e pullave. Duke i dhënë shpesh edhe karakter tregtie këtij aktiviteti, të rinjt, duke patur një informacion të kufizuar, përpiqeshin që pullat e ralla t'i shkëmbenin me disa nga ato që quheshin më të zakonshme. Megjithatë, 10 vitet e fundit, pasioni për filatelin rilindi sërish tek shumë njerëz. Visi është një prej tyre, edhe pse profesioni i tij si oficer marine nuk ka lidhje me filatelin. Ai ka gjetur mënyrën për ta shfrytëzuar atë për pasurimin e koleksionit të tij të pullave. Janë rreth 10 vjet që koleksionoj pullën e postës dhe janë përqendruar kryesisht në pullat shqiptare ose pullat e huaja të cilat kanë lidhje me Shqipërinë. Duke ardhur dhe duke perfeksionuar hobin dhe pasionin tim, vura re që kishte gjëra akoma më interesante dhe njëra prej tyre ishte edhe pulla, sigurisht. Një shtet e vendos vlerën e vet, simbolin e vet, e vendos mbi monedhën, kartmonedhën dhe pullën. Pra një shtet përfaqësohet nëpërmjet tyre 3 elementeve kryesor dhe pulla luan një rol shumë të rëndësishëm për promovimin e vlerave dhe informacioni që ajo bart është i jashtëzakonshëm. Duke qenë në gjendje që të dalë dhe të udhtojë në vende të ndryshme të botës, kanë vënë re që koleksionimi është një hobi i shumë miliona njerëzve, le të themi, veçanërisht në vendet e zhvilluara, po edhe në vende të tjera, po veçanërisht në Gjermani nuk ka familje që mos ketë një koleksionist, qoftë pullës, qoftë monedhës, kartmonedhës, sepse unë mendoj që vlerat e një kombi duhen ruajtur, sepse për të përcaktuar të ardhmen nuk mund ta bësh atë, po nuk njohet të shkuarën. Kohët e fundit shumë të rinj që kanë edhe mundësinë ekonomike kanë krijuar koleksione jashtëzakonisht të mira. Unë mund të përmend 4-5 vet që janë nga më të dalluarit tash në fushën e filatelisë dhe të numizmatikës, sepse filatelia zakonisht kush merret me pulla merret edhe me numizmatik. Megjithatë të zhvillosh pasionin e filatelisë nuk është e lehtë si shkak i kërkesës për mjete financiare. Filatelistët rrëfejnë se pasioni është ai që nxit njerëzit të koleksionojnë pulla të ralla edhe në kohë krize globale. Vështirësia pikërisht fillon këtu, se cili është limiti që ti do vendosësh veten. Nëse ti thua që unë dua pullën më të rrallë që ekziston, atëherë detyra jote është shumë e vështirë. Dhe zakonisht varet nga personaliteti, nga temperamenti i njeriu se sa të vështirë do ta bëj këtë koleksion. Pra, dhe sigurisht sa më i rrallë koleksioni, aq më i vlefshëm, është një sforco, le të themi, nga ana financiare krijimi i koleksioneve, por që është një vlerë që mbetet. Në rini merreshin të tërë me pullën. Kur kam qenë unë i ri, ishte një sëmundje e përgjithshme, sëmundje në thojza, domethënë të tërë të rinjt merreshin me koleksionin e pullave. Dhe këta biznesmen të suksesshëm që kanë mundësi ekonomike u kujtuan që kanë edhe hobet tjera përveç punës dhe biznes të koleksionimit të parave që janë në qarkullim dhe kanë filluar tash që të krijojnë koleksione jashtëzakonisht të mira. Dëshira për të pasuruar këto koleksione që nuk janë thjesht pulla poste, por janë histori e fakte, i ka bërë koleksionistët shqiptar të vlerësohen me çmime në shumë ekspozita ndërkombëtare, por brenda vendit shumë pak njerëz i njohin koleksionet e tyre të çmuara. Këto albume dalin shumë rrallë nga raftet dhe publiku nuk ka mundësinë t'i njohë, shijojë e vlerësojë. E vetmja marrëdhënie perfekte e vlerësuar kjo në unison midis filatelistit dhe postës zyrtare të vendit, mbetet ajo që krijoi Lef Nosi. Koleksionistët shqiptar ja faturojnë një pjesë të fajit institucioneve kryesisht të postës, ku sipas tyre është krijuar një hendek i madh. Problemi është që politikat, të cilat duhet i bëjë shteti, sigurisht me mbështetjen e koleksionistëve, njerëzve që e njohin. Pra që në shkolla duhet të fillohet të inkurajohet grumbullimi i pullave, objekteve të cilat mbartin vlerë kombëtare, siç atë përmendët edhe juve, të cilat kanë një rëndësi shumë të madhe.
Pra mungojnë politika shtetërore, mungojnë aktivitetet të cilat duhet promovohen po nga shteti në një farë mënyre. Unë kam marrë pjesë në Balkan Fila 2007 në Stamboll dhe ishte një organizim i jashtëzakonshëm. Rëndësia që i jepej pullës aty dukej vërtet, domethënë edhe rëndësia që i jepej pullës. Dhe pikërisht kjo është ajo që na mungon neve. Na mungojnë edhe materialet më bazike, siç janë stendat, siç janë vendet ku do të zhvillohet aktiviteti. Nuk e njohin mirë pullën. Realisht, ndoshta është një deklaratë pak e fortë, por mendoj se njerëzit të cilët merren me pullën duhet ta njohin mirë atë, duhet të organizojnë më shumë aktivitete, duhet të japin rëndësinë që ajo ka. Nuk bëhet kjo punë thjesht me detyrë, bëhet dhe me pasion. Kemi kërkuar bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, me Postën, edhe me bankën deri diku. Me bankën kemi marrëdhënie shumë më të mira, po prapë nuk kemi arritur në atë stadin, atë nivel ku duhet të jetë filet koleksionimi shqiptar. Teorikisht ne bashkëpunojmë. Praktikisht bashkëpunimi është pothuajse zero. Teorikisht sepse Posta na thotë do ju ndihmojmë, do ju bëjmë, faktikisht pavarësisht fjalëve, me fjalë jemi në rregull, me vepra zero. Posta shqiptare po përpiqet së bashku me filatelistët, por edhe vetë ajo për të rifituar, domethënë këtë traditë të bukur, për të mos humbur këtë traditë e bukur, ka gjetur mënyra dhe forma se si të inkurajojë ose të informojë brezin e ri, duke filluar që nga nxënësit e shkollave deri në shkollat e mesme, biles me stadium në programet mësimore të nxënësve. Në shkollat e 9 vjeçare është edhe një pjesë, domethënë tematik, se kush është pulla, si punohet, zarfi, domethënë kanë lëndë ose orë mësimit veçanta që flitet për pullën. Këto pulla janë dëshmi. Ato janë një rikujtesë e asaj ç'ka ndodhur në Shqipëri këto 100 vjet. Ato flasin për shembull për qeverinë paralele të Shqipërisë së Mesme të krijuar nga Esat Pasha, apo për mbretin Zog, i cili stampoi në të gjitha pullat postare portretin e tij. Gjithçka që ju duhet këtyre njerëzve që janë kujdesur të dokumentojnë këto pulla, është një vlerësim dhe afrim më i madh me publikun në prag të 100 vjetorit të kësaj veprimtarie. Ekspozimi i këtyre koleksioneve do të ishte mënyra më interesante për të njohur historinë me detaje.